Po s'kan be fajn që na shkuat më ti kemi mundë me biznes. Unë mina me restorant për shembull. Ki restorant tonë atje? Po më ti që 30 vjet. E tarza ku pa vinë këtu fëmijë pi shohin me kjerra të forta, po mendojnë që po fitojnë shumë. Që 32 vjet. Do të thonë shkome për pak me të për krejt? Po, la për 3 muaj. Po na bombe kallaballaka di këtë me familjen në krejt. Ta që pa vinë tash është problem, veç kush ka zanat. Kush mund unë shpes shok këtu, kush mund më mirë me punu këtu është. I merr 800 euro isin pastra. Ve Arlen Kahrimani gazetar, ç'po kalan? Me shnet? Mirë. Me holle me derdhe? Nuk është keq. Vallai kokë si djali i ri. Po. Me çka mesha, me çka e mesh, s'ke ditë më plak hiç. Jo, gërbeçar. Gërbeçar, a cilën vend gërbet? Minhen. Münhen. Vallai vend goxha i ftoftë është Münheni. Po, ku a keq? Mus m'ka pëlqy qash. Që ta herë të vish, bona kit pëlqen. Inshallah don zoti. Tregom që sa një gërbet? Që 32 vjet. Që 32 vjet, tregom cilla ke arsye që morë rrugë të gërbetit. Po më dalë si kom studime, më dalë të ashtë të metën. Do të thonë shkome për pak me të për krejt? Po, la për 3 muaj. Për 3 muaj e shku. Po. Tregom, a ma mirë që e met atje që se kthy, apo ma mirë të se kthy? Ma mija jemet, s'është keq edhe atje. A atje e mirë. Tash pa rri ma shumë këtu. Do të thonë një orë në Kosovë ma shumë përrin këtu se atje? Po, Ballkana punu. Tregom, qysh është jeta, cila është e mira e gërbetit që e ka? Po, që pa fitoj pak ma shumë. Se s'ka. Tregom, për shembull, fiton pak ma shumë, për shembull familjarët besi ki ofër. Po, na bombe kallaballaka di këtë me familjen në krejt. Do të thonë komplet atje? O, Allah, po, pak kanë mitë në Kosovë. Pak kanë met në Kosovë. Pak. Tregom për shembull një rrogë që e merr atje. Për shembull sa mundesh me shparit që çdo porë mi do, për shembull mi kursy. Ola këta 3 që vinja pak valla. Pak. Ta po mashtrohen. Qysh më ashton këta 3 që po vinë gërbet? Me 2000 euro s'm bëko gjë. Me 2000 euro, s'u bën kurrë atje. Për bes. Ta që pa vinë tash është problem, veç kush ka zanat. Për shembull cilë zanati më e pagum atje? Zanati me pagun më që ta që lyna, mo si punëtor është maksimumi 2000 euro, 2200 euro, s'ka më shumë. 2200 euro. Po. Tregom, për shembull, është shtrajta, jeta është shtrajt. për çdo 2000 eurove, çka bën pagesë me këto 2000 euro? Po, ushqimin, banesa. Sa kushtoni banesë atje? Më morë me qëllo shembull. Po, e këta që pa vinë të një krevet e paguin vish krevetin 500 euro. Vish krevetin e paguaj 500 euro. Po, 400-500. Se banesën e 600 euro s'ka. Banesë në 600 euro atje s'ka. Atë vogël ama. Vogël, një dhomshë ose një gasonier. 30 metra, 35 metra katror. E tregom sa ja vlen për shembull vëlla me ordën gërbet edhe çto porë, a pet çatje milion. Po s'kan be fajna që na kom mëti, që na shkuat mëti kemi mundë me biznes. Unë mina me restorant për shembull. Ki restorant tonë atje? Po, mëti që 30 vjet. Që 30 vjet. E tarza ku pa vinë këtu fëmijë pi shohin me kjerra të forta, po mendojnë që po fitojnë shumë. E ku pa vinë do pa kthejnë. Komplot si grastën. Do të thonë vëlla, tash ti ko atje biznesmen që 30 vjet. Lokal, Lokal. me familje kam unë. Biznes familjar. Biznesmen i mas jam. Okej, ti vëlla çfarë ke revozit? Una, Po. më të ka dhe drejt, unë personalisht, një saat thjesht e pozitiv. E djemt? Po da djali, kushtaq, Çfarë? kushtaq, audish kushtaq, A7. po. Që atë problemi. Do të thonë po thuaj që djali pak më shumë palit ta. Po. Rjet dashta, ka nuk ku ajon. Do të thonë po thuaj që këta trit më shumë bojnë luks ose kur Shumë. vinë këtu bojnë më shumë luks. Po. Atje mund të shë luks vëlla. Atje kush ka bën valla luks atje. Jetojnë mirë shqiptar, kanë bërë firma, se ana mo këta që pa vinë tash në kohën e fundit valla ja. Problem është. A keni mesazh për ata trit cilët mendojnë të marrë rrugën në gërbetit? Valla po. Kush mund unë shpes shok këtu. Kush mund më mirë me punu këtu është. I merr 800 euro isin pastra. Atje s'mund mi daunash 1000 euro. Harroa. Asnjë mirë ose një donon ose. Jo për bes. Unë e kam tonë banë njëuni. 2200 euro ka rrogën ti beskop. Sëm pa lang sen. Ja, valla pak problem është. Është shumë problem. Mi po, të din ta provojnë tonë mirë është që atë qelko vitet e nërë, vinë Te provojnë. E më thy shumë e më thy. Ama ta tjerë vjetët që janë të kanë bo firma, i kanë sanet mirë shqiptarët. Trujt zotit. Kënë jetë mirë. Faleminderit shumë te vëlla. Për të mirë, respekt e trujt zotit, çfarë faleminderit. E pse ti hala se gjeta vëllaja? Unë zgjedhë i fort, që ba. Bukurinë se këshyri fort. Edhe për të keqe ju. Vajt, pasomaj. Me 10 pas me të famë në full. Me so besunet 15 ave del. Me 2, 3. Një para ditën, një mos ditën, një më kësham. Tregollo me dashni që e ki punt? Po ish, mirë, sa keq. Pa jenë lidhje? Ju. Qysh mirë bro. Qysh mund të më kohë njeri mirë, për shembull një pas punt me dashni kur s'ka famë. Po i tash dohet me zgjedhë dhe personin, në bëdin. Tregom e sa ka qika të mirë, qika të hojri, qika të shpisë ditë sotit. Po Allah.
S'po di që unë ato. A ka në metë heq? Po i mundët me kona jo, mundët po E pse ti halo se gjitha vëlloja? Pse halo ti nuk rove në to? unë e zgjellë i fërë, që ba? O, zgjedh fort. E pse me zgjedh vëllo? E, pa i tash. Po duhet. A i ki lëndu në herë na i femën kallëzëm drejt? Ju, Jo. me di e tam ju. Okej, tregom qysh e zgjedh, që do të më koni femën preferencave tua? Po e me ka respektushme, ndaj me jenë, ndaj prendve, më shumë së ndin. Bukurinë se këshyri, fort. Se këshyri zgjedh. E, pa i tash. Ta me ka pak. Ta na ka bak. Tregom vëllo, a do të më koni e bukur? Po i bën. Edhe për të keqe ju. Edhe vërtet e keqe ju. Për shembull vëllo, a ma shumë vlen bukuria jashtme, a bukuria e shpirtit kallëzëm? E shpirtit me ne. E shpirtit. Çka dynë më kon e bukur pjashtë dhe më kon kërsh për mama. Alloj. Nuk e di që atë. Zbesej që për mu. A ki fol, a jenë kontakt me na i femë për momentin? Tu, me full, ja mo... Me so femë na fol drejt kallëzëm. Ama drejt kallëzëm. Qysh Me so femë na fol, me so femë na shkru. Po i përzina në shu që kështu të pëdin. Po i shumë më Me so, paravërsisht. Sa mundën më kon? vajt, pasëmajt. Me 10 pas me të femë na fol. Që kingi. Që kingi Skenderojt. Që mreza i venit. Apo më një del në kryo vëllo. Po u mëra? Apo më një bjen fije pas me të femë na. Po, ka pak. Ka dalë lart. Po kin, do më thonë, pistonet 15 cilën e menon e morën shpejt vëllo. Cilat më mush sylin. Cilla ta mush synin. E cilla po ta mush të zyni misionet 15-tave. E, vallaj tash. Menime hale. Që në menime hala, pse vëllo menime, për shka menime? Që ashtu. Do të më ditë kam për mera që po bane. A del hiq me to? Valla pse me 15 me dal, ka gja pak se... Po, jo, me ta nas dalë, po amo Me so misionet 15-ave del? me 2, 3. Me 2-3. Apo më në la me dal me 2-3 femna? Një para ditën, një mos ditën, një në akşam. Që me 4 dita, që e kingi, që Don Juani, Skenderoj, që i kusë ndërum. Tërka më vëllo, a është zëmë në pos femna? Piu. E që ka po manku është, bro. Qa me bota është ka pak dhe të manku, ka pak më silë që... Tërka, a ka në kojt në herë femnat për ty? Ju. E ti në herë për nej femën? Ja qëfar. A i zëuti më se boft. Pse vëllo, që ka gojle me kojt një moshull për një femën? Ja qëfar. A buhet nomja? Ja më rës. Peshën e 15 femave, cilën e dënë mas shumë ti kallëzëm? Alloj. A së dënë asnjonën? Ja, mi dash t'i du, po... Pra qysh mundesh i dosh 15 femave, mi dosh mundesh, ha? Jo, 15, po emrat të sëmi ja për men. Okej, vish. Vish, shkonin e parë dhe të fundit, pra. Ai. Oj, që ta do mas shumë t'ja? E pse be vëllo, nuk pilen këtu 14 tjera me vazhdu vish me to? E, pa i tash... Ti e për me sa full, krej. Unë tash krejt femna si ka, po din. E qysh do këtë që kemë folën e 15 djemë tjerë?